Duke qenë se mora pjesë aty edhe ndërkohë dëgjova dhe disa të tjerë, mendoj që mënyra si u zhvilluan këto tryeza diskutimi na konfirmojnë në një farë mënyre dobin e një takimi të tillë. Dhe në ndërkohë na dha mundësinë që të shikojmë dhe të dëgjojmë që problematika e zhvillimit të bujqësisë, blegtorisë dhe në përgjithësi të aktivitetit ekonomik në fshat shkon që nga gjërat e mëdha të natyrës konceptuale deri tek gjërat që normalisht nuk duhet ishin fare problem, por që janë problem i madh. Dhe këtu kam parasysh për shembull çështjen e legalizimit të strukturave prodhuese, që është problem për një pjesë, edhe është një problem që ka implikime pastaj të rënda, pasi bën të pamundur aksesin në kredi marrje, bën të pamundur aksesin në fondet e mbështetjes, qoftë nga financimet europiane, qoftë nga financimet e brendshme, bën të pamundur aksesin në gjitha ato instrumenta, pa cilat sigurisht që bëhet shumë vështirë për ta mbajtur në këmbë sipërmarrjen. Kështu që besoj që qoftë edhe fakti që nga një diskutim i tillë ne mund të dalim me një vendim dhe t'i kërkojmë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës që në bashkëpunim, ose më saktë t'i kërkojmë bashkive që në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të bëjnë legalizimin e menjëhershëm të gjitha strukturave prodhuese në hapësirat rurale të vendit, ja vlente ky diskutim. Kështu që duhet ta marrim menjëherë përsipër dhe duhet t'ja u përcjellim të gjitha strukturave të qeverisë vendore, domosdoshmërinë që brenda muajit gusht të përcjellin në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të gjitha procedurat e legalizimeve, sepse tani kanë marrë një kompetencë strukturat e qeverisë vendore për të kryer procesin përgatitor të legalizimeve. Dhe nuk besoj se fermerët duhet presin akoma për të legalizuar strukturat e tyre prodhuese, që nga stallat deri tek strukturat e përpunimit dhe kështu me radhë. Nga kjo deri tek gjërat më me si thosh më të përgjithshme, janë shumë nga të cilat them se ne mund të dalim me një qasje të re